Kulla, çka ndodhi me sulmin e Shabas ndaj Iranit, një urdhër të dhënë nga presidenti Shabas nga Ankaraja? Unë mendoj që presidenti Shabas në Ankara do jepte një mesazh të tillë. Pra do tregonte forcën, sepse presidenti Shabas në Ankara nuk ishte një vizitë bilaterale. Ishte një vizitë si kryetari real de facto i NATO-s. Si lideri i vendeve më të forta, më të fuqizuara, më të modernizuara të botës dhe aleancës më të madhe ushtarake që ekziston. Dhe Irani është vend fqinj. Kështu që ajo ishte një moment për treguar një provë force, por ajo gjë po zgjat, u bën 4 ditë. Ka qenë një impresion, Kulla, se NATO kohët e fundit, vitet e fundit të shndruar një organizatë politike më shumë se sa ushtarake. Ku në fakt qëllimi i themelimit të NATO-s është qëllime puro ushtarake. Jo. Mendon se kjo do të... Jo, nuk është kështu. Si është? Organizatë politike ushtarake. Çështja është që NATO... Por kanë bizotruar kohët e fundit ato në zhyrimet politike sepse u kthye gati në një organizatë jo qeveritare, ku nuk plotësohet 2% që GDP, se kemi i prodhimit përgjithshëm brut, e kemi diskutuar shpesh, ku edhe vendet e vogla si Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Slovenia ngrenë zërin, ndërkohë që s'kan as ushtri as mundësira të tilla, dhe Donald Trumpi po përdor politikën faktike, duke treguar që NATO është një organizatë më shumë ushtarake se sa politike dhe ku vendos raporti forcave. Te këtë fundit, kjo ka qenë historia e njerëzimit, raporti forcave. Qartë. Sot kishte një tweet të Donald Trump, një postim të tij në rrjetet sociale, ku jepte urdhër për mbylljen e të gjitha porteve të Iranit dhe deklarante, besoj që na japin regjia nëse munden, do të vendoste një tarif prej 20% të gjitha tankerve të naftës dhe anije me madhërat të cilat kalojnë. Kemi një rritje të naftës dhe të gazit në tregjet ndërkombëtare globale dhe të energjisë me të paktën 20-25%, dhe Hormuzi është mbyllur. E shkruan edhe me të mëdha aty kur highlighted. Po, ki parasysh diçka që siç nuk funksionoi tentativa për të pasur marrëveshje herën e parë, nuk funksionoi edhe herën e dytë, dhe me sa duket nuk do kemi as herën e tretë, kështu që po rishqasim dal nga dal në rikthimin e konfliktit.